Ministri i Punës e Jashtme i Serbisë Marko Gjurić theksoi se me antarësimin e Bashkimit Evropian Serbia do të fitonte në disa fronte, por edhe se do të mbrojë interesat e saj në lidhje me Kosovën dhe marrëdhëniet e tjera në bashkinë ndërkombëtare. Gjurić tha se Serbia nuk po humb kohë, po lufton për interesat e saj në Kosovë dhe po ndërton miqësitë e reja. Kjo, siç deklaroi ai, u pa vitin e kaluar kur u pengua ajo që ishte planifikuar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, por edhe pas faktit se Serbia dy herë arriti të pengonte pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Kosova nuk është e pranishme në samitin Ukraina-Europa Juglindore sepse nuk u ftua nga organizatori dhe Ukraina është vendi i parë që nuk e bëri këtë. Le të kujtojmë se Greqia, e cila nuk e njohu pavarësinë e Kosovës, e ftoi përfaqësuesin e Kosovës në samitin e Athinë, gjë që bëri edhe Kroacia vitin e kaluar për samitin e Dubrovnik. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po merr pjesë në samit i cili po mbahet sot në Odesa. Me marrjen e pyetje të dëshmitarëve para Departamentit Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë vazhdoi gjykimi 3 serbë të akuzuar në rastin Banjs, Dušan Maksimović, Vladimir Tollić dhe Blagoje Spasojević, të cilët akuzohen për sulmin ndaj rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës dhe terrorizëm. Avokati Miloš Delević thotë se dëshmitari i tretë as dy policët e mëparshëm që u morën në pyetje në fillim të procedurës së provave nuk i identifikuan Maksimovićin, Tollićin ose Spasojevićin si autorët të krimeve për të cilat akuzohen. I dërguari i posaçëm evropian Peter Sorensen njoftoi se ka diskutuar me kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë për progresin në normalizimin e marrëdhënieve me qëllim të përgatitjes së një takimi të nivelit të lartë dhe se bisedimet do të vazhdojnë. Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković theksoi se Asociacioni i Komunave Serbe duhet të formohet urgjentisht dhe se Beogradi këmbgul në deeskalimin dhe ndërprerjen e përsekutimit të popullit serb. Kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi tha se Sorensen ka një vizion të qartë se si do të vazhdojë me dialogun, por gjithashtu se është ende herët për të rezultatet konkrete. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Mbrojtje dhe Punë të Brendshme Milovan Drecun tha se gjithçka që po bën Prishtina synon të parandalojë mbijetesën e serbëve në Kosovë, duke theksuar se që nga mandati i dytë Albin Kurti ka 20% më pak të serbëve në Kosovë. Ai theksoi se veprimet dhe terrori i vazhdueshëm i drejtuar kundër serbëve duhet të ndalet, gjë që Prishtina nuk është e gatshme ta bëjë, prandaj është e nevojshme formimi i Asociacionit të Komunave me shumicë serbe. Ai vëren se Prishtina këmbgul që Beogradi de facto ta njeh Kosovën, gjë që çon në qëndrimet e papajtueshme në dialog. Skulptori dhe poeti akademik Nenad Radenković tha për Kosova Online se mbyllja e bibliotekës në Mitrovicën e Veriut është një akt i paqytetëruar dhe paralajmërimi i cili dërgon një mesazh të qartë se serbët dhe fëmijët e tyre nuk kanë vend këtu. Analisti politik Nejmedin Spahiu beson se problemi i bibliotekës do të zgjidhet pasi të zgjidhet një kryetar i ri i komunës në zgjedhjet lokale në tetor. Pastaj do të zgjidhet edhe çështja palestrës sportive dhe institucionet e tjera në veritë e Kosovës që u mbyllen nga autoritetet lokale, tha Spahiu. Seanca konstitutive e Kuvendit të Kosovës u ndërprej sot dhe seanca e re është saktuar për të premten në orën 11. Kryesuesi Avni Dehari pasi deklaroi se ka kurrëm për mbajtjen e saj, ai ftoi përsëri Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Listën Serbe të propozojnë antarët e komisionit për një votim të fshehtë për kryetarin e Kuvendit, gjë që nuk u bë as sot dhe propozim për votim të fshehtë mori vetëm 52 vota, kështu që seanca u shtyp përsëri deri pas nesër. Ministri
Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës Xhelal Sveçlia deklaroi se Arnor Spahiu, i cili u arrestua në Serbi 2 ditë më parë, nuk ishte pjesëtar i policisë së Kosovës në vitin 2023 dhe se Ministria e Punëve të Jashtme po punon për lirimin e tij. Me vendim të gjykatës themelore në Kikin, Spahiu paraburgos deri në 30 ditë si i dyshuar për vrasje gjatë konfliktit në Banska, ju arrestua në pikën kufitare Horgosh 2 gjatë kthimit nga Austria për në Kosovë. Moti nesër në Serbi me diell dhe i ngrohtë me vranësira mesatare, vetëm në veri perëndim të vendit do të fryjë redop ose mesatare, veri lindore dhe veri ore. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 10 deri në 18, kurse ajo maksimale ditore nga 25 deri në 30 gradë Celsius.